Dhe kështu që ka me qenë shumë interesant ballafaqimi i tyre. Në krahasim me këta, ky Beni Homza shumë i kulturuar është me këtë fjalor që e kanë ta. Prandaj ka me qenë shumë interesant ballafaqimi. Shini që do ta shpërsohet kjo garë? Sigurisht ka me qenë edhe ashpër dhe jashtëzakonisht, po mirë, po deri tani e kemi pasur që ky kryeministri nuk u ka merret as se ka përmend Vjosën. Nuk e ka përmend. Se ka përmend fare, se përmend emrin e saj, se si duket frigohet. frigohet. E kundërta ka ndodhur nga Osmani. Se frigohet nga ballafaqimi, me të. Për shkak se shumë gjëra i kanë bërë këto 5 vite që nuk kanë shkuar në interes shtetit Kosovës. Më vetë fakti për shkakun kur Vjosa Osmani si presidenti i Kosovës ka kërkuar shkarkimin e gjyqtarit për ta bllokuar gjykatën kushtetuese, ka qenë skandaloze. Ka qenë skandaloze. Pa marrë parasysh kush është momentin e shkarkimit gjykata kushtetuese u bllokojke edhe kryeministri Ka qenë ky një sinjal nga Kurti thoni ju që e bëri Osmani ta bëja kërkesë? Se kur në koordinim bashkë. Në koordinim ka qenë. Që ajo ma skandaloze ka qenë se sa 28, data 28. Dhe ta bëjë një pyetje kryefone sepse edhe në aspektin profesional. A mendon se ka nevojë dhe do duhej zënia Osmani të rrefehet për disa gjëra që i ka bërë tash? S'ka nevojë mi thonë ai ka më urfy krejt. Prandaj ka më urfy krejt dhe ka më tregu gjithë ato të bëme të sistojmë në duke qenë të leomet e të pa leomet ka me qitë në